Absolutisht nuk është e vërtetë. Unë nuk kam luajtur asnjë rol lehtësues apo garantues në asnjërin nga këto procese. Kam qenë në takim me kërkesë të presidentes, rolin lehtësues të së cilës unë e mbështes, dhe me kërkesë të dy liderëve politik si vëzhguese, si dëshmitare asaj që ndodhi, por jo si pjesëmarrëse aktive në takim. Nuk mund të them se kam pritje, por kam shpresa. Kam shpresa që ky koalicion do të formojë një qeveri shpejt, se do të punojë në çështje strategjike që janë me rëndësi për popullin e Kosovës, përfshirë zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, dialogun me Serbinë, gjykatën speciale dhe të gjitha këto prioritete të rëndësishme të cilat kanë leguar për 5 muaj, e më shumë sa nuk ka pasur qeveri. Gjithashtu shpresoj që qeveria do të jetë gjithëpërfshirëse dhe se do të ketë një balans të mirë gjinor. Mendoj se kur flasim politikanët, kemi parë që nga njëherë i ndryshojnë fjalët. Ka marrë pjesë pasi jam ftuar nga presidentja, unë gjithmonë i përgjigjem pozitivisht ftesave të saj. Për shembull, kam shkuar me të në Graçanis kur ajo shkoi si presidentja e parë e Kosovës që vizitonte atë komunë. Nëse ajo dëshiron të ketë mbështetjen time, ajo do ta ketë atë gjithmonë për rolin e saj kushtetues. Nuk kam rekomanduar koalicione, nuk kam rekomanduar parti ose individ. Kam qenë fokusuar në prioritete, në proces dhe në atë që politikanët e Kosovës të ndjekin procedurat në bazë të kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese. Mua nuk më intereson kush me kë e forman koalicioni, as publikisht, as privatisht, nuk kam folur në favor të ndonjë koalicioni, por vetëm për themelimin e institucioneve dhe kryerjen e punës. Besoj se liderët e PDK-s dhe LDK-s kanë dhënë një përkushtim publik për të punuar bashkë dhe tani janë në një proces negociues. Nuk mund të paragjykoj se si do të përfundoj kjo apo sa kohë do të zgjasë. Mesazhi im për të dy ata ka qenë që do të ishte shenjë mirë për efikasitetin dhe aftësinë e tyre për të punuar bashkë, nëse ata do të mund të konstituojnë kuvendin javën e ardhshme. Tash mua kam thënë edhe liderëve politik se shpresoj që do të shohë në pozita të larta në qeveri njerëz që janë të përzgjedhur për kompetencën e tyre, integritetin e tyre, përvojën e tyre dhe përkatishmërinë e tyre për të punuar bashkë që ta çojnë përpara interesin e Kosovës e jo lidhjet e tyre partijake.